shikues të dashur, në pasion e profesion po fillon edhe muaji gjerman, e muaji gjerman nuk ka si tjetër ta fillojmë post në Berlin, në qytetin e madh dhe të bukur të Berlinit. Pra këtu mbrapa meje është edhe Brandenburgs Gate, një port e cila tashmë është simbolik e unitetit dhe lirisë. Pra është vendi më simbolik në të gjithë Berlinin, ku duhet patjetër ta vizitoni. Pra kjo port ka 12 kolona dorike, të cilat përbajnë pra 5 hyrje dhe dalje për këmbësorët, por gjithashtu edhe për automjetët. E ju që vizitoni Gjermanin, duhet patjetër të vini në Berlin dhe të vizitoni edhe këtë port, pra kaq të mrekullueshme sa po e shihni edhe në këtë pamje. E ne si gjithmonë do vizitojmë restorante shqiptare. Kësaj radhe pra është Berlini, ku do vizitojmë restorante shqiptare këtu në Berlin, por edhe në një vend tjetër të Gjermanisë, ku nuk po e zbuloj sot. Vazhdojmë qëndrojmë me ne dhe tashmë vetë se do nisemi për tek restoranti i një shqiptari, ku do e provojmë ushqimin dhe do e kemi një intervistë të shkurtër me të. Ne jemi tek muri i Berlinit, pra muri i Berlinit është një nga simbolet më të veçanta të cilat tregojnë edhe luftën e shtatë, pra ndarjen mes të Gjermanisë Perëndimore dhe asaj lindore. Pra kjo ndarje është bërë në mes Bashkimit Sovjetik dhe gjithashtu SBA-s dhe Francës, pra Perëndimit. Ky mur fillimisht ka qenë gjitha gjemba dhe pastaj pas kalimit të kufidit nga 3.2 milion njerëz nga lindja në Perëndim, atëherë ka vendosur që Gjermania lindore të bëjë këtë mur 4 metra të lartë. Gjithashtu ajo piktura që vetë e kaluam, që keni mund të shihni, pra ish udhëheci i Bashkimit Sovjetik dhe ish udhëheci i Gjermanisë lindore tregon lidhjen e fortë mes atyre dyve. Kjo pra është një nga atraksionet të cilat mund ta vizitoni këtu në Berlin, gjithashtu mund të mësoni edhe shumë nga historia. Përshëndetje bujar. Përshëndetje, mirë se erdhët. Ju si jeni mirë, si kalus? Mirë, faleminderit. Pra, shikues dashur, jemi tek Terraca Portofino, restoranti i një shqiptari, i bujarit, Bujar Belës. Po besoj që shumica që keni qenë në Berlin edhe e njeni sepse e keni vizituar patjetër këtë restorant. Është një restorant shumë i mirë, po që historinë do na tregoj edhe bujari. Bujara po na pret mbrana jo. Mirë se vjeni. Urnoni.
Faleminderit shumë. Çfarë vendi bukur? Bujar? Faleminderit, urnane. Faleminderit shumë. Pas ka edhe shumë klient këtu sot. Mirë, po, zotit mirë. Kushton? Po, çdo ditë e kemi, është lokal shumë i frekventuar këtu, këtë zonën tonë, kështu që mirë është në rregull, nuk kemi të kajta fort. Super. Bujar, pa mundesh më na tregu pak më shumë rreth historisë se si e hapët këtë restorant. E dim që nuk është i vetmi këtu në Berlin, po na tregon pastaj se edhe për restorantin tjetër. Çka ju ka shtyr me hap këto? Këtu për me hap një lokal për shembull sikur ke, nuk është e lehtë këtu, sidomos këtu në Berlin, kur ti je në Perëndim ose diçka, por gjithsesi, nëse është një dëshirë edhe një ëndrrë jote, nuk ban mund dalë. E kjo ka qenë arsyeja pse mund dalë. Bujar, pa mundesh më na tregu pak më shumë se çka e bën kaq veçantë restorantin tuaj? Po jam ndoshta edhe pak si rrallë, si restorant që zi vetëm me kryp edhe biber. Okej. Kështu në që nuk kam asnjë lloj koncentrati që thoni ju, apo diçka që i qesajve ushqimit mi, kështu që shija është interesant dhe jam i veçantë për shije këtu në Berlin. Po, përveç bujarit që punon në restorant, që përgatit ushqime të mrekullueshme, pjata të mrekullueshme, gjithashtu, diçka që më kalon më shumë për shtypje, është që në restorant punon e gjithë familja, kështu. Janë të gjithë të inkuadrum, po besoj që kjo është edhe një ndër arsyet që keni pas ka shumë sukses sepse jeni edhe aq social shumë aq mikpritës. Po, mikpritja është veçanti për shembull, kemi mikpritjen shkurt e shqip, unë kam një filozofi shumë të thjeshtë. Sikur një musafir kur të vjen te shtëpia, çosh ja çel derën, i thue, hajde urno mirë se vjen. Ti dëshir me pas musafirin me qenë te ti muni mirë. Njëta procedurë, sikur me pas musafir në shtëpi, një ashtu, unë ja bëj ndesh kamarierave, ndesh familjarëve, ndesh pa marrë parasysh ka e kam, është e njëjta filozofi. Po Bujar, cilat kanë qenë sfidat më të mëdha duke ardhur në Gjermani, në Berlin, por gjithashtu duke filluar punën në kuzhinë siç edhe tregove, por edhe në hapjen e restorantit. Cila ka qenë sfida më e madhe? Tregove që edhe keni thënë që jeni italian, po besoj ndoshta të gjithë e dim se pse. Ndoshta si mi pranu si shqiptar, por tash po besoj që ka ndryshuar. Në fillim, në vitet 2-3 vite, që ashtu në fillim, i kemi thonë keq se jemi italian, se nuk na do ke kërkush. Po tash, nuk ka kush për shembull që nuk e di që jemi shqiptar, por me ta nditën shqip me personal, nuk ka për shembull vetëm që e shërbejmë një ushqim italian, kuzhinës italiane. Po ndonjë sfidë tjetër a keni pas gjatë gjithë këtyre viteve, po besoj që pas çdo suksesi ka dhe sfida. Po sfida kanë qenë gjithmonë. Sfidat të kanë qenë qysh kur mua në Gjermani vitet në janar 90-s, që s'ke ditën nuk kupton sikur sot dikush me armë të pritën apo diçka se s'ke pas as adresë apo kështu kundishtë në muzhinën vet. Cila është pjata më interesante ose që ti e përgatit mas shumti dhe që kërkohet mas shumti këtu në restorant? Është pjata që e baj me djath, me parmezan këtu në para musafirit. Është një pjatë me tartufo edhe me zjarr. Ajo është pjata për shembull që e preferojnë tonë më shumë, ose kam afër sikur që kemi me sozën me fruta të malit i thoni, edhe fiç, një pastë me fruta të malit, është edhe kjo është shumë e preferuar për shembull kjo pasta. Kamse kemi tumfishin, kam edhe shumë për shembull që vetë i kreatoj. Një kreacion që e baj që vetë për shembull se kur ti je kuzhinier, në si thash, edhe do kuzhinën, edhe kam shumë soze, për ata është i preferuar lokali. Jam shumë. Porque shumë e veçantë ajo pjesa që gjitha ushqimet i përgatit vetëm me krip dhe me biber. Po. Pse? Unë kum pas fatin me punu një kuzhinë, me punu si me la piata, me një kuzhinë italiane, ku ka qenë lokal shumë e ima. Edhe ka qenë lokal shumë i njoftër, ku kanë hongër presidentat e ketë. E unë fatin kum pasën me la piata aty. Ndoshta edhe me mësu prej më të mirëve. Prej më të mirëve, gjithsesi kum mësu prej më të mirëve, e kështu që e kemi një shprehje, një shefi tem të parë që okonën kur mësoj që më vajke o bela thësha. Thotë pa folën tava. Tigoni ju që thoni. Pa fol tigoni me tyje, thotë mos ma ek prej zarmit. Edhe i thësha unë ka dash ka autokallzu në film apo diçka. Po ditë sotit e ka një farë zhurmë, ki ndryshe kur bot ushqimi i gati. E janë do sene shumë për shembull të vogla,
po që e kanë rëndësi shumë të mëdha. E bujarin do e kemi kënaqësi me pa edhe në Kosovë, pra në emisionin Pasion e Profesion, duke na përgatit ushqimet në studion e Pasion e Profesion. Por gjithashtu jemi këtu përballë verërave, Bela. Pra zotëri Bujar Bela, përveç që është një kuzhinier shumë i mirë, ka restorante, ka edhe produktin e tij, pra ka verën. A mundesh më na tregoni diçka më shumë për kësaj? Po, për verën është shumë interesant se ja kom nisën që shtojnë në Ankaçanik, hajtë të buaj gare. Edhe dur diçka për një me, kurse kur e ki e një pasion, po tash ka në lokalet e mia që janë, edhe kam prej ministrave, kam presidentin këtu, ne kam kryeministrin, kam lloj musafir ndryshëm, në që thash stresat, nuk ka tjetër verë përveç se verën time. Nuk ka, po. Por gjithashtu përveç në Berlin edhe në disa vende, prodhimi i verës Bela bëhet në Sicili. Prodhimi i verës Bela bëhet në Sirakuza, Sicilijës. Po. Atje e baj prodhimin, po e kemi edhe në Kosovë, tregun e Kosovës. Atë ishte edhe me përmend që verën Bela mundeni me gjetë edhe në Kosovë. Po, tash e kom shtishin ja 4-5 muaj, mirë tu kalu edhe atjena. Po, është një cilësi, është pakës më e shtresë se këto tjera, po është një cilësi ku nuk zgënjen. Shumë e mirë. Zotëri Bujar, faleminderit shumë që na kemi prit këtu dhe na vjen shumë mirë që e kemi bërë këtë intervistë, na tregu pak më shumë rreth restorantit, po gjithashtu do e kemi mundësinë edhe në Kosovë më u taku. Kështu që shikues dashur, mos harroni të na ndjeni në Pasion e Profesion këto intervista të ndryshme me shqiptar rreth botës. Faleminderit shumë. Faleminderit, shumë respekt. Faleminderit shumë.